Skena gjithnjë e më shumë po përsëritet. Nxënësi ulur në bank, kok ulur. Shikimi fiksuar në ekran. Gishti me nervozizëm scrollon përmbajtjet. Vëmendja që moti është transferuar në TikTok, Snapchat dhe në memen që po qarkullon në chatin grupor. Kjo dukuri është bërë aq e përditshme sa që tashmë nuk shkakton befasi. Ka shumë debate dhe përpjekje për t'u prononcuar rreth dukurisë që po i shmangemi vazhdimisht, si duket sot rritja përmes ekranit të telefonave të mençur. Nipat edhe mbesat që i keni, sa mendon që i përdorin telefonat, pak apo shumë? Ai nuk kam koment, por këtë gjë nuk kam. E përdorin shumë, e përdorin. Duhet ma pak të përdorin, ma tepër librat të përdorin. Aja. Shumë, se një ndalish. Edhe nana po vëjnë më kolla që telefonin. Po, shumë i përdorin telefonat dhe mendoj se duhet gjenden mekanizmat për reduktohet përdorimi i telefonave nëpër shkolla. Këtë duhet ta bëjnë edhe autoritetet e shkollës, edhe mësuesit, po edhe prindërit, për shkak se nxënësit duke përdorur telefona bëhen më jo social. Duhet nxënësit të shoqërohen si më përpara që ishte në kohët e gjeneratave më të vjetra, për shkak se kujtimet e fëmirisë janë kujtimet më sinqerta dhe ata ngelin gjithmonë në mendjet e tyre. Prandaj edhe mendoj se duhet sa më pak telefonat përdoren në shkolla dhe më shumë të përkushtohen shoqërimit dhe kuptohet mësimit në shkollë.